Qëllimi i këtij ulëmtimi ka qenë që të shihen ndryshimet klimatike në aspektin gjinor në Mitrovicën e Jugut. Këtë rast është një analizë politikave që është punu në të gjatë një vitit, duke përfshirë nga shkurti i vitit 2025 deri në fillim të vitit 2026, ka qenë një punë prej një vjeçare. Në këtë ulëmtim kemi dashur që të paraqesim disa problematika të disa prej lagjeve të komuniteteve që jetojnë në këtë komunë. Janë tri lagje, lagja e Boshnjakëve, lagja Adem Voca dhe lagja Dykoriku, që si rezultat këto tri lagje janë identifikuar që kanë pas mas shumë të përmbytje gjatë këtyre viteve të fundit. Mund të theksoj se nga gjetjet e këtij ulëmtimi është dalë që në lagjen Adem Voca rreth 103 shtëpi janë dëmtuar nga përmbytjet në vitin 2023 dhe gjithashtu duke përfshirë disa dëme materiale më të mëdha në lagjen e Boshnjakëve dhe në lagjen Dykoriku. Gjithashtu në këtë ulëmtim është bërë një analizë më e madhe dhe janë zhvillu fokus grupe me banor të këtyre lagjeve, janë zhvillu disa intervista me drejtoritë të komunës Mitrovicës së Jugut dhe është bërë një lloj analize e aspektit dhe e buxhetit se sa janë përfshi gratë në buxhet dhe si e kanë bërë një analizë buxhetore në aspektin e mjedisit dhe sa është përfshi një buxhet për to. Këto kanë qenë 3 pikat kryesore të këtij ulëmtimi që tashmë veç është realizuar dhe është në proces të publikimit. Nga ky ulëmtim ka dalë se komuna e Mitrovicës së Jugut ka disa mangësi në krijimin ose në analizimin e buxhetit. Po flasë gjithmonë të e përfshi aspektin gjinor, pasi që kemi mungesë s'po them ashtu të theksuar të përfshirjes aspektit gjinor në buxhet të komunës, mirë po sipas analizës që është bërë në këtë ulëmtim, del se është një mungesë më shumë e theksuar tek kur flasim për aspektet klimatike, për përmbytjet dhe për çështjet mjedisore. Andaj disa nga rekomandimet që kanë dalë nga ky ulëmtim del të jetë se komuna dhe drejtoritë përkatëse, si në këtë rast drejtoria për emergjenca, drejtoria e mjedisit, duhet të ketë një fokus më të veçantë që kur ta realizojnë buxhetin për vitin paraprak të kenë një aspekt më të theksuar tek buxheti që dedikohet vetëm për gratë. Një gjetje tjetër që ka dalë nga ky ulëmtim është se shkaqet ose pasojat që kanë ndikuar nga këto përmbytje që janë bërë gjatë vitit 2023-2024, del që mas shumë të kanë pësu gratë. Kjo për shkak që bara më e madhe e punëve si të shtëpisë, si edhe të kujdesit të familjes është tek gratë, andaj edhe gjatë përmbytjeve, edhe pas përmbytjeve rezulton që gratë e kanë pësu mas shumëti këtu themi ashtu fatkeqësi. Përveç barës që ka rënë tek gratë ma shumë, një tjetër gjetje ka dalë se ato ka pas gra, po edhe në këtë rast edhe burra që kanë ndikuar edhe në shëndetin e tyre. Disa familje është dashur edhe të largohen nga vendet e tyre deri në një kohë kur komuna ose drejtoritë përkatëse kanë bërë një zgjidhje për shtëpitë e tyre. Kështu që kjo është disa prej gjetjeve që janë realizuar në këtë ulëmtim. Ndërsa kur flasim për aspektin e ndërgjegjësimit të këtyre shtëpive ose të këtyre banorëve të këtyre lagjeve, mund të theksohet se kemi një komunikim
Kogja shumë të mangët qytetarë dhe komunë, sa i përket këtyne përmbytjeve dhe këtyne aspekteve mjedisore, dhe nga ullumtimi ka rezultuar se 76.7% e këtyne të qytetarëve janë të pa informuar për ndryshimet klimatike, ndërsa rreth 53.3% e këtyre të anketuarve nuk kanë marrë trajnime të ndryshme që kanë të bëjnë me mjedisin ose me ndryshimet klimatike, dhe 66.7% nuk është zhvillu një komunikim në mes të institucioneve dhe në mes të qytetarëve. Kjo rezulton që institucioni është vlerësu si një akt pak më i ullt në krahasim me atë që është dashur me pas me qytetarët. Disa nga rekomandime tjera që më duhet t'i theksoj patjetër është se komuna në këtë rast, komuna e Mitrovicës, duhet të bëjë një integrim më të madh të dimensionit gjinor, të hartojë një plan mjedisor me analizë të ndikimeve gjinore dhe të identifikoj grupet që janë më të cenueshme, në këtë rast gratë, të rinj, edhe komunitetet jo shumicë që jetojnë në Mitrovicën të Jugut. Po ashtu një rekomandim tjetër është që duhet një mbështetje më e madhe për gratë, ku duhet të krijohen ose skema, ose subvencione, ose programe të ndryshme për gratë, që ato të kenë një motiv dhe të kenë një trajtim më të mirë dhe të ketë një përmirësim të ndërgjegjësimit dhe të ketë organizime të trajnimeve dhe fushave informative mbi ndryshimet klimatike. Ndërsa, kur flasim për infrastrukturë parandaluese, nga ky ullumtim është pa që ka një mangësi sa i përket infrastrukturës, sidomos gjatë kohës dhe periudhës përmbytjeve. Atëherë, një prej rekomandimeve është që të ketë investime në riparimin e kanalizimeve dhe thellimin e shtrateve, pasi që ato zakonisht përmbytjet po shkaktohen prej kur lument po dalin nga shtrati. Tjetër që mund të theksoj nga ky ullumtim është që të ketë sa më shumë fuqizim të grave, të ketë një protokoll të emergjencave që është vërejt që komuna e Mitrovicës nuk e ka një hartim ose një strategji se qysh u merr me raste të tilla, këtë rast të përmbytjeve, të ketë një monitorim dhe vlerësim të buxhetit, në këtë rast të rasteve emergjente, dhe të përfshihet sa më shumë në aspektin mjedisor dhe në aspektet e buxheteve. Dhe si përfundim, muj me thonë që një nga rekomandimet që ka ndalë nga ky ullumtim është se gjithë duke u bazu në këto rekomandime, ose nëse komuna vazhdon me implementu ma shumë këto rekomandime, atër do të ketë një jetesë më të qëndrueshme dhe do të ketë një jetë më dinjetoze edhe për këta banorë të cilët zakonisht janë më të prekurit nga përmbytjet e ndryshme. Kjo përmbledhje politikash u zhvillua në kuadër të projektit ndikimi ndryshimeve klimatike dhe politika gjinore mjedisore në komunën e Mitrovicës së Jugut. Është mbështetur nga rrjeti i grupit të grave, përmes rrjetit mbikëqyrës të buxhetimit gjinor numër 2, dhe ky publikim, ky ullumtim që është realizuar nga ana jonë, financohet nga Agjencia Austriake për Zhvillim dhe Suedia. Faleminderit shumë.